Milati Perëndis, edhe pse është sot, apo edhe pse mund të përballemi mes tuaj, në mes të vështirësive, në mes të ftohtit, në mes të problemeve, ne zgjedhim të lavdërojmë Zotin dhe ne zgjedhim të adhurojmë Zotin tonë. Fjala e Zotit thotë që Zoti është i plot fuqishëm dhe ai është në mesin tonë. Edhe kur ne themi në mesin tonë, duhet ta marrim Zotin dhe personalisht për të thënë që ai është në mesin tim. Nëse ti je duke kaluar një situatë të vështirë, nëse je duke kaluar në rrethana, në simptoma, atëherë duhet besosh që Zoti është në mesin tënd. Sofonia kapitulli 3 vargu 17, fjala e Zotit thotë: Zoti, Perëndia yt, është në mesin tënd, një shpëtimtar i fuqishëm. Ai do të gëzohet për ty me hare, do të pushojë në dashurinë e tij dhe do të ngazëllohet për ty me këngë gëzimi. Fjala e Perëndisë na mëson në këtë varg dhe na siguron gjithashtu, jo vetëm na mëson, sepse arsyeja pse Zoti e dha Biblën është që të na sigurojë ne. Shpeshherë ne kemi frikë, ne kemi situata të vështira dhe për shkak të rrethanave ne shqetësohemi. Por sot Zoti do që të na sigurojë. Ai është i pranishëm në mesin tonë. Fjala e Zotit thotë që kur 2 ose 3 veta mblidhen bashkë, unë jam në mes tyre. Edhe sado që të ketë probleme, sado që të ketë situata të vështira, Zoti është i gjallë dhe ai është në mesin tonë. Dhe kjo është mënyra se si ne do hyjmë sot në lutje. Ne do hyjmë me besim që Zoti është këtu dhe ai është në mesin tonë. Dhe është Zot që na dëgjon. Ai është i pranishëm, ai nuk është një Zot i largët. Ai na dëgjon, ai na vërshkon. Ai banon në mes të lavdërimit të popullit të tij. Kisha e Zotit jemi ne dhe ne do ta lavdërojmë Zotin sot. Ai vepron dhe krau i tij nuk është i shkurtër. Ndonjëherë ne mendojmë që ndoshta Zoti do më shumë filanin ose filankën, edhe pse Zoti bëri atë për atë njeri dhe për mua nuk bëri, dhe nëse mendojmë në këtë mënyrë, ne po mendojmë që Zoti e ka krahun të shkurtër për mua. Por jo, krahu i Zotit është i gjatë, edhe ai mund të veprojë. Prandaj duhet ta besojmë në zemër fjalën e Zotit. Ai qëndron me forcë në mesin tonë. Ai jep mbrojtje. Ai na jep shpëtim. Ai gëzohet për popullin e tij dhe vepron me dashuri në mesin tonë. Prania e tij sjell paqe. Prania e tij sjell siguri. Prandaj nëse ka ardhur pa paqe sot, nëse ka ardhur i pasigurt sot, nëse ka ardhur pa shpresë, atëherë ky është vendi i dur. Ti mund të marrësh gjitha këto gjëra. Edhe nëse ti ndodhesh në vështirësi, në mes të vështirësive, Zoti yt ngrihet aty, fitimtar, flamurtar, edhe ai do të nxjerrë ty nga vështirësitë. Ne do ta marrim këtë fjalë si një deklaratë, ose si një kontratë, ose si një testament, ose ndryshe si një beslidhje ndërmjet nesh dhe Atit të Perëndisë. Ati ka shkruar beslidhjen e tij jo me boj shkrimi, jo me të zezë, por e ka shkruar me gjakun e birit të vet Jezu Krishtin. Prandaj kjo beslidhje është e denjë që ne ta besojmë. Sido që të jetë situata jote sot, unë duhet të nxisë, duhet të them, besoje këtë deklaratë sot. Zoti është në mesin tim. Merre si një konfirmim që Perëndia është prezent në jetën tënde. Shpesh njerëzit më thonë, pastor, lutu, nëse Zoti të jep ty një fjalë, ma thuaj mua. Patjetër që pastori do lutet, por ama Zoti ka dhënë ty një Bibël kaq të madhe nga fillimi deri në fund, që duhet ta lexosh, duhet ta studiosh, dhe ne duhet ta marrim fjalën e Zotit. Bibla është zëri i Atit. Bibla është zëri i Perëndisë i shkruar për ty dhe për mua, që ne ta kuptojmë. Perëndia e manifeston veten e tij me gëzim, thot ky varg, ndërsa ne e nderojmë duke shpallur fjalën e tij, duke festuar me beslidhjen e tij, derisa ne themi që wow, Zoti ka një beslidhje me mua. Jezusi thot, mos u lusni si paganët luten me frikë, por ti lutu sepse ti ke një beslidhje me Perëndin. Edhe kur ti ke lidhur besën, Perëndia nga ana e vet nuk gënjen, nuk çdon në fjalën e tij. Ndërsa ndodhemi
banon në mes të popullit të tij. Zoti banon në qendër të jetës tënde. Kush është qendra e jetës tënde? Zemra është qendra e jetës tënde. A e ke vendosur Zotin sot të pari në zemrën tënde? Dhe në qoftë se ne e bëjmë të, ndërsa ne ndodhim në mes të këtij muaji, mrekullit fillojnë në jetën tënde, në mesin e jetës tënde. Mendoni për këtë sot dhe shpalleni me besim. Ky varg është premtim, prandaj ne duhet ta kthejmë premtimin me besim në përfitimin ton personal. Ne do ta marrim personale fjalën e Zotit. Kur ne themi që Perëndia dërgoi birin e tij për gjithë botën, e dërgoi për mua personalisht, e dërgoi për ty, merre personale. Është një dhuratë që ka ardhur nga Ati i Tritave. Ai bëri mrekulli në mes të popullit të Izraelit. Ai veproi në mes të detit. Ai ndau detin dhe populli kaloi në mes të tij. Ai veproi në mes të lumit. Ai veproi në mes të shkretëtirës. Kur ata ishin pa ujë, Zoti dhuroi ujë. Kur Jordani u bë pengesë për t'i penguar në tokën e premtuar, Zoti bëri ata të kalojnë në mes. Ai veproi në mes të tokës së premtuar, jo vetëm që i çoi atje, por ai vazhdoi të vepronte sepse ishte duke treguar që Perëndia është gjallë. Jezusi është gjallë. Jezusi nuk është i vdekur. Sot e kësaj dite ai vërtet jeton në qiell, por jeton në zemrat tona përmes besimit dhe bashkësisht që ne kemi me Atin dhe me frymën e shenjtë. Perëndia veproi në mes të gropës së luanëve për Danielin. Edhe nëse ti ndodhesh në gojën e thashë temeve, në mallkime, në negativitet, Zoti është aty dhe do të veprojë në mesin tënd. Perëndia veproi në barkun e peshkut që ai e ndihmoi Jonën. Ai veproi kur zbriti zjarr nga qielli për Elian. Ai veproi në kishën e hershme në Pentakost. Ai zbriti stuhi, ai zbriti frymën e shenjtë, ai zbriti zjarr, ai erdhi me shëtim. Dhe Perëndia nuk ka ndaluar së vepruari sot. Ai përsëri vepron në mes të kishës së tij. Ne jemi kisha e Zotit. Fjala e Zotit thotë që ti je tempulli i frymës shenjtë, dhe fryma e shenjtë banon në ty, dhe fryma e Zotit na bën që ne të thrasim Aba Oat. Prandaj ne duhet të çohemi dhe të shpallim me besim dhe me gojën tonë deklaratën e premtimeve të fjalës së Zotit. Le të bëjmë tani, le të çohemi të gjithë në këmbë dhe shpallim pas meje. Unë shpall se Zoti është në mesin tim. Se unë jam duke qëndruar në mes të veprës së Zotit. Mrekullitë e tij po manifestohen tani në jetën time. Unë shpall se fryma e Zotit po sjell një vrut të dukshëm në jetën time. Ai po më rrëmbet në prezencën e tij. Dhe ai po më bën mua kanal që lumi i tij të rrjedhë përmes meje. Unë shpall se Zoti po sjell sukses në mesin tim. Vonesat do të largohen. Nuk do të ketë më kthime e mbrapa. Unë nuk do të bëj hapa pas, por unë do të bëj hapa përpara. Çdo mur pengese është i rrëzuar poshtë. Çdo pranë është e thyer në emrin e Jezus. Unë shpall se Zoti po e konfirmon fjalën e tij me bekime, me shenja dhe mrekulli, me shërime, me çlirime. Kisha jonë është kishe frytshme në çdo drejtim. Unë shpall se lumejnë e frymës shenjtë po rrjedhin në çdo vend, edhe në vendet ku mua më duket sikur janë të shkreta, edhe në vendet ku mendoj se janë të bllokuara, edhe në vendet ku mendoj se janë të thata. Zoti po rrjedh
Unë shpall për shpejtim, zgjerim në shërbes, vendime dhe lidhje hyjnore. Unë shpall që kundërshtimi që ishte planifikuar kundër meje, tani po shndërrohet në fitore. Pengesa do të shndërrohet në promovim. Ata që ishin kundër meje do të bashkëpunojnë për të mirën time. Unë shpall fuqinë hyjnore në mesin tim. Hir për të vazhduar përpara, qartësi për të përparuar, fuqi për të përfunduar garën. Unë shpall që çështjet e papërfunduara do të vinë në një vit të drejtë dhe do të përfundojnë me sukses, sepse Zoti që është në mesin tim nuk lë asnjë punë në gjysmë, ai e përfundon. Atë që ka premtuar, ai edhe do ta bëjë. Unë shpall që ky moment është një pikë nisje për të kaluar përmes çdo vështirësie dhe unë do të kem progres të dukshëm. Unë shpall favor, hir në çdo bisedë, në çdo negociat që unë bëj me njerëz të ndryshëm, në tranzicione, në transferime dhe sponsorizime, për vete dhe për kishën time në emrin e Jezusit. Unë shpall se kam mendjen e Krishtit dhe që mençuria e Krishtit po mu dhe heq në çdo hap që unë bëj. Nga sot dhe në vazhdim unë ja dorëzoj mendjen time e Krishtit. Unë shpall qëndrueshmërinë mbi natyrore. Unë shpall se do të eci pa lodhje, pa dekurajim. Dhe unë kam forcat të reja, dhe forcat e mia po rinovojnë, njësoj si shqiponja. Unë shpall që ky vit do të përfundoj më i fuqishëm, më i bekuar se sa ka filluar. Unë shpall se Zoti po lëviz në mesin tim. Ai po punon në të padukshme dhe ai po përgatit mrekulli për mua. Në emrin e Zotit Jezu Krisht, unë shpall se që nga janari deri në dhjetor, Zoti po më bën mua të kem fryte në jetën time. Unë jam i frytshëm në emrin e Jezusit. Unë jam biri i Perëndis. Unë jam trashëgimtar bashkë me Krishtin. Faleminderit. Në emrin e Jezusit ne i shpallim dhe presim që të ndodhin në 2026. Gjaku i Krishtit na rrethon, edhe nëse ka pasur armiq që ka punuar kundër teje, mos u shqetësoni fare, Zoti do t'i marrë dhe do t'i bëjë që ata të punojnë për të mirën tënde. Aleluja. Faleminderit Zoti. Lavdi Zotit. Le të vazhdojmë të adhurojmë Zotin. Edhe të lutemi atij.
dashurime, Zot, me shtyrime, Zot. Haleluja, Zot. Faleminderit për suksesin, o Zot. Haleluja. Dërsa këndojmë këngën Të zhytem në kërkoj, kërkoni vërtet që të zhytemi në prezencën e Zotit. Zotit mundoj që ne të qëndrojmë në bregun e lumit. Zotit mundoj që ne të qëndrojmë në sipërfaqe. Ai tha profetit Ezekiel, hyr edhe zhytu në lumë. Prandaj ne duhet të zhytemi në lumin e Zotit. Haleluja.
Kjo është knajësia e shpirtit tonë, Zot, të kemi prezencën tënde sot në
punon sot, edhe kur nuk e vjen ti punon sot, ti nuk ndalon, jo kur s'ndalon sot, ti nuk ndalon, jo kur s'ndalon sot, edhe kur nuk e shoh ti punon sot, edhe kur nuk e vjen ti punon sot, ti nuk ndalon, jo kur s'ndalon sot, ti nuk ndalon, jo kur s'ndalon sot. Alleluia.
I bekuar qoftë emri i Zotit. Lavdi emrit tënd Zot. Haleluja Zot, ti je i gjallë Zot. Ti jeton Zot dhe ti i vërtetë Zot. Dhe gjithë jeta jonë Zot varet tek ty Zot.
100% Zot, ne nuk dua Zot të varemi nga asnjë gjë tjetër Zot përveç Teje Zot. Dhe ne nështrohemi frymës tënde të shenjtë Zot. Dhe zëri tënd Zot është aty flet Zot. Faleminderit Zot. Faleminderit Zot për prezencën tënde Zot. Amen. Halleluja. Sot ne nuk do të rreshtim Zot sa adhuruar Zot. Dhe besoj Zot që ëngjëllit Zot janë në këtë vend Zot duke adhuruar Zot emrin tënd Zot. Duke shpallur që nderi, lavdia, forca dhe pushteti të takojë Ty Zot. Amen. Sot e ne Zot e dorëzojmë çdo gjë përpara Teje Zot, kurorat tona Zot, të krenarisë Zot. Dhe ego tona Zot, çdo gjë Zot që ne mund kemi arritur Zot, nuk është asnjë gjë me forcat tona Zot. Dhe ne dorëzojmë përpara Teje Zot për të dhënë lavdi Ty Zot me jetën tonë Zot. Ne jemi këtu Zot, sepse Ti na deshe Zot I pari Zot. Dhe ne të falenderojmë Zot për dashurinë Tënde Zot. Dhe ne festojmë Zot me prezencën Tënde Zot, ne festojmë me emrin Tënd Zot, ne festojmë me fjalën Tënde Zot, ne festojmë me premtimet e Tua Zot, ne festojmë atë që është shkruar Zot, sepse Ti je I drejtë, Ti je I vërtetë Zot, dhe Ti je besnik Zot në fjalën Tënde Zot. Dhe pres pas presi Zot do të shpallet Zot besnikëria jote Zot, derisa mbretëria jote të vijë edhe të manifestohet në gjithë vendin e rrugëllit toksor Zot. Faleminderit Jesus, deri atëherë Zot, ne Zot do të qëndrojmë të fortë Zot, dhe ne dim Zot që ky adhurim do të vazhdojë Zot deri në qiell Zot. Dhe ne përgatitim zemra Zot, trupat tona Zot, dhe jetën tona, gojën tona Zot, për atë ditë Zot që do të jemi Zot në përjetësi Zot me Ty, duke të adhuruar, duke bekuar emrin Tënd, duke thurur lavde, edhe duke dashur Zot. Faleminderit Jesus, faleminderit Zot, faleminderit për vizionet të reja Zot, faleminderit Zot për sy të hapur Zot dhe sena Zot, të fjellta Zot, për prezencën Tënde Zot dhe fuqinë e asaj çfarë Ti je duke bërë Zot, dhe ku Ti je duke lëvizur Zot. Faleminderit Zot Jesus, për këto zemra Zot pranuese të vullnetit Tënd Zot. Në emrin Tënd e lutemi Zot. Amen.